ishin Arbresh, kryeministri I parë I Italisë të kohës, bashkëpunëtor drejt për drejt I Garibaldit, I cili ka qenë edhe kryetar Senati, edhe kryetar Parlamenti dhe kryeministri I parë I Italisë Garibaldit ishte Arbresh, ishte pikërisht nga këtu nga Palazzo Adriano. Nga Sicilia. Pse është e rëndësishme që ta them këtë? Në atë kohë që ndodhi kjo revolucioni për bashkimin e Italisë, ata kishin edhe disa letra të shkruara, parime, se ki parasysh ça lufta, rrëzuan mbretëritë më të forta nga veriu deri në jug për të bashkuar Italinë në një shtet. Ata kishin një këngë të shkruar, pra një poezi e cila pastaj u bë këngë dhe që ishte miti edhe motoja e bashkimit të Italisë, që quhej Italia një dhe e pandashme. Italia una indivisibile. E qartë. Ata, ai që e kishte shkruar, ishte pikërisht Arbresh. Kryeministri I parë, që ishte edhe bashkëpunëtori I parë, Francesco Crispi, ishte pikërisht Arbresh. Kryeministri I parë I Italisë Bashkuar ka qenë Arbresh. Ka qenë kryetar Parlamenti, kryetar Senati, mund shkoni t'i lexoni këto, janë publike këto lajme. Kisha që I ruajti përveç kishës tu, ishte kisha e Ungrës tu në Kalabri. Të dyja këto kisha janë njohur nga Vatikani, janë 105 vjetë kjo kishë këtu. Kanë qenë të rritit lindor kulla, apo... Vazhdojnë janë të rritit lindor, dhe janë njohura nga Vatikani. Unë kam qenë për shembull me presidentin Meta sërish kur është bërë 100 vjetori I njohjes së kësaj kishe. I dërguar I posaçëm I Papës ishte pikërisht që të ruan që të vinte aty. Dhe mua më kujtohet para 21 vjetësh kur vdiq Papa Wojtyla. Unë kam qenë me të ndjerin Selim Muça, Baba Reshatin këtu me delegacionet fetare, sepse... Keni një foto të provashket në aeroport kur keni shku? Po, dhe nga mbrapa nesh, po? Janë këta Arbreshët, pra përshtin që Arbresh që këndojnë këngët e rritit lindor. Edhe frynte, ishte mars, frynte njerë eftot dhe kur kënorin ata duke tamam sigurisht në këshu këngë që vini nga përtej kësaj dynjaje, do me thënë. Edhe këngët I kanë ruajtur në gjuhën arbreshe.